Ka qenë pak ma vështirë, në çdo ftesë opozita i ka shku në takim, me marrin men takimet, e marrin men Memlin në Garden me Abelardin, me te dhe Mimozën. Të më thonë, nuk është që opozita nuk ka qenë në atë kohë opozita, ta është parti tjera parlamentare. Nuk ka qenë e gatshme të folë, të bashkëpunoj për të mirën e vendit, po Zoti Kurti është tip ekskluziv. Të më thonë, e ka një lloj të menduarit në politikë që është të nënshtrimi, pra nuk beson ai në kompromis, në diskutim, ai beson në nënshtrim, nëse nënshtrohesh atëherë në rregull. Në diskutime, kompromise, ide tjera, nuk është fort... është percepcion kjo, apo është eksperiencë dhe provoj, në nënshtrim? Jo, është eksperiencë dhe provoj. Unë do me thonë një për arsye, pëse dhe disa prej nesh nuk jemi më në vetëvendosje, është kjo kërkesa e tij që mendimin, idenë, mës me pas të artikulume publikisht. Ose s'paku mës me mujt me shty për para. Pra, Zoti Kurti është tipi liderit tillë. Do me thonë edhe udhëheqëm. Cili është ky tipi liderëve të tjerë që është folë shumë, për shembull kur fol mu dikush për Zotin Kurti, nuk i marr, por kur flas për Juve, për të shpendin, për afërsinë për ato, për konsolidimin, Zatën Feri ka bërë konsolidimin e lëvizjes çka sot. Cili është çka kupton, cili është virtyti i politikanit që don nënshtrim? Po, realisht unë mendoj që mas mire është me kuptu Zotin Kurti prej mënyrës se qyshe ka ndërtu subjektin dhe prej themi situatës në 2010-2011 edhe sot në 2025. 15 vjetë ma vonë, qysh do këtë vetëvendosja. Në vitin 2017, kur vetëvendosja i fiton 32 deputet, fillon edhe ky problemi që i thëshim na problemi brendshëm, për faktin që një pjesë e madhe jona ishim të interesum që me qenë një farë subjekti cili kur merë qeverin e bën një kapërcim transformus në shoqni, përderisa Zoti Kurti ishte shumë a shumë i interesum për kontroll. Edhe për një farë diskutimin në cilin, do me thonë, bëhet një kapërcim jo në aspekt qeverisës, po kapërcim të, hajde temi, të elitave. Pra, atëra ajo nuk kupton ekskluzivitet. Nuk unë shme punu me LDK, nuk unë shme punu me PDK, nuk unë shme punu me AKën, jënë veçun. Për atë arsye dhe i kërkon 500.000 vota, për atë arsye i kërkon 50.000%. Pra më konë të këtë tjertë jo relevant dhe të parancishëm, e pra të nënshtrushëm. Menej që një prej gabimeve më të mëdha që i ka bo Zoti Kurti është që në rrugën e vetëvendosjes, në rritjen e vetëvendosjes, nuk ka leju që vetëvendosja me qenë një ambrell, në cilin ka edhe mendim tjetër. Pra ishin edhe deputet, nuk kanë mendim, janë të nënshtruar krejt dhe dalin vetëm në mënyrë të, si me thonë, të orkestrume, të strukturume, nuk ka ndonjë mendim që dallon, një mik i joti dhe i imi rall del, edhe kur del nuk bën ndonjë dallim të madh, por është një lloj amortizuesi kur ka probleme serioze vetëvendosja në opinion publik. Pra kur opinioni publik fillon me kuptu ose me i pengu qasja, atëre një person i cili e zbut pak, e zbukuron pak, del në TV edhe e bën këta. Pra, nuk besoj që vetëvendosja po mrin me te i kalu këtë gjuhën e urejtjes, këtë gjuhën e etiketimit, linqimit, edhe fatkeqësisht kanë instalu një lloj të diskutimit në këtë shoqërinë të tillë. Do të thonë në shoqëritë e na kur flet për problemet me qeverisjet vizë vetëvendosje, me njëherë diskutimi është po ata. Unë po besoj që kjo është problem për faktin që kundër argumenti është e kalumja, nuk është qeverisja aktuale dhe e ardhmja. Në këtë drejtim jam tepër i zhgënjym edhe me partitë opozitare, ose me partitë politike tjera shqiptare, se po i dhënon